sepse së bashku me një psikolog do të flasim për atë se si po ndikojnë premtimet dhe fushata, gjua e përdorur nga politikanët në shëndetin mendor të qytetarëve. Për diskutuar për këtë në një lidhje të drejt për drejt kemi Ron Kastratin. Ron, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që jeni në këtë lidhje të drejt për drejt. Ron, tashmë vëmendja pothuajse të gjithë qytetarëve është tek partitë politike, tek zgjedhjet që janë afruar tashmë. Si ke parë realisht gjuhën që po përdoret dhe si mundet që ta ndikoj gjendjen emocionale, po themi, të qytetarëve, sepse kemi parë një, po them, vërshim të komenteve të njerëzve në rrjetet sociale, të frustruar, deri diku të ndikuar nga gjua që përdorin njerëzit, liderët të cilët ata i simpatizojnë, që ka ndikuar në mënyrën se si shprehen edhe në rrjetet sociale, por edhe në ndërveprime kështu përgjatë ditës me njëri tjetrin. Kam parë shumë komente denigruese fyese dhe këto komente kanë njësër shpjegimesh psikologjike, por po e them shpjegimin më thelbësor, që jam i bindur se dhe ju e dini dhe keni një uri për këtë, sepse si gazetar humbtoni dhe identifikoni fenomene të tilla, është kaq e thjeshtë ta kuptojmë formulën e zhgënimit. Pritje, shpresë, ndonë si një ardhme ndritur për të rinjët, dhe në fund mbesim në vend numro në një cikël të pandërprer zgjedhjesh, zgjedhje këto që sërish kanë shpresën në sfond. Thjesht ne duhet të shpresojmë, të votojmë dhe pastaj shohim e bëjmë. E çfarë prisni nga qytetarët që sërish të jenë optimist në komentet e tyre, duke shpresuar se Kosova do të bëhet Zvicër, apo ne do jetojmë në parajsin e bukur e të gjelbruar me lumenj gjithandej? Po e them me cinizëm, sepse ndoshta nuk është etike, por edhe unë jam i zhgënjur si një qytetar i thjeshtë i Republikës Kosovës, dhe jo me qeverinë aktuale ose opozitën, po me gjendjen aktuale në cilën mbretëron. Sepse qëndroj apolitik në diskutimin që po e zhvillojmë, dhe merrni me mend se ku jemi. A mund të na siguroni që deri në datën 31 dhjetor 2026 nuk do të ketë zgjedhje tjera sërish? Për kë po bëjmë këto zgjedhje? Për qytetarin apo për orrekset ose epshet politike? Pikërisht, Roni, mbi gjitha këto çështje të cilat ju po i ngrisni. Pra, sa mendoni se qytetarët janë të lodhur, e kanë fjalën në aspektin e shëndetit mendor, nga gjitha këto zgjedhje të njëpasnjëshme, nga premtimet të cilat shohin se bëhen në secilin fushat dhe më pas nuk është se realizohen, nga kushtet e vështira të jetesës, inflacionit të madh, dhe në anën tjetër kemi një mëri deklaratash në rrjetet sociale, premtimet të politikanëve për përmirësimin e jetës dhe kushteve të qytetarëve, dhe në praktik nuk i shohin këto. Pra, sa kontribuon kjo në zhgënjimin e qytetarëve, më pas edhe direkt në shëndetin e tyre mendor, dhe si manifestohet në pas të tëra kjo? Pyetje shumë thelbësore dhe rëndësishme për të rishikuesit tuaj. Ne e identifikojmë në kuptimin psikologjik këtë lodhje kolektive si apati. Apati kolektive, pra kur qytetari do të vijë deri në një moment të caktuar, do ta humbasësisht interesin që të përfshihet politikisht apo si votues dhe si kundër, fokusohet në mekanizmat e tij të mbijetesës. E dini se nëse ne vazhdojmë zgjedhje, qytetari do të kalojë në një gjendje apatike, pra humb interesin, dhe po t'i ekspozosh debateve politike ditë për ditë, premtimeve të përgënjeshtruara ose të vërteta ose gjysmë të vërteta, krizës institucionale dhe retorikës polarizuese në televizionet e ndryshme, çfarë prisni nga truri kolektiv i shoqërisë? Ne jemi robot dhe ta ushqem akoma ndjenjen optimale që në Kosovë çdo gjë do të pozitivizohet. Edhe këtu po flas me cinizëm, sepse edhe këtu shfaq zhgënimin tim, edhe është shumë e çuditshme që një psikolog të shfaq zhgënimin e tij përballë jush, por unë po e bëj këtë sepse jam brenda shpirtit të qytetarit. E ndjej me empati këtë lodhje kronike të qytetarit, dhe
të raskapitur emocionalisht, kjo shoqëri kolektive, atër çfarë bën? E kthen komentin në rrjetet sociale me cinizëm, me ironi, me shaka, me të qeshura, me ofendime dhe sigurisht dhe në atë pikë të pa interesuar për politikën Blendi. E qartë, dhe si ndikojnë në rënë premtimet e mëdha që po ipen në fushat, sepse e dim qytetari i ndëgjon dhe shpreson se ato do të bëhen realitet, mirë po mbesin në harres pastaj gjitha premtimet që janë bërë. Si ndikon kjo dhe si po ndikojnë edhe debatet politike, sepse e dim se për dallim pothuajse nga shoqëritë e shteteve të tjera, të rinjt dhe një pjesë shumë e madhe e popullit këtu është e kyqur, qoftë në ka informacione për politikë, dëgjon debatet politike, si ndikojnë gjitha këto? Arritet, po them, stresi, ankthi social tek shoqëria, tek njerëzit, si pasojë e gjithë asaj se çfarë shërbehet, çfarë u shërbehet çdo natë në debatet politike. Është më mirë ta theksojmë një shembull konkret që ta përkufizojmë tërësisht përgjigjen e të cilën ju e parashtruat pyetjen, një pyetje qendrore e cila meriton një shembull konkret, jo vetëm thjesht një retorik boshe që i mësuar shumë në televizion të dëgjojmë këto teorira që flitet për politikën dhe psikologjinë politike. Ta marrim një shembull, një student 23 vjeçar ndjek çdo fushat politike, zgjedhore, dëgjon premtime, zhvillime, perspektivë, prosperitet, zgjidh më të mirën, stop asaj, stop kësaj, dhe pas disa cikleve, ky qytetar, ky i ri 25 vjeçar, fillon ta ndjej se politika nuk flet me jetën e tij. Dhe sikundër, gradualisht fillon të investoj në ndërtimin e jetës diku tjetër. Ka mallin unë të emigrimi. Ky është shembulli konkret ku jemi ne sot. Merr pjesë, zhvillon fushata, bëhet pjesë e politikës përditshme apo politika venditore, po kur e kupton që politika nuk po flet me të, nuk po flet mbi drejtësinë, mbi meritokracinë, mbi mundësitë, atëherë sigurisht që ndërton një jetë krejtësisht tjetër. Pastaj mos themi ne këtu pse ikin jashtë ose pse emigrojnë sa ndej sa këndej. Është shkaku dhe pasoja këtu. Politika e ripërsëritur rutinore me zgjedhjesh prodhon pasojë të zhvillimit. E qartë. Dhe si duhet të mbrohemi, po flasim, kur po them mbrohemi, po referohem masës qytetarëve, pra në përgjithësi, që të mos kalojmë në faza të tilla, pra ta ruajmë shëndetin mendor, të jemi më racional në premtimet cilat na bëhen dhe ato se çka mendojmë se do na realizohen në anën tjetër, të kursejmë gjuhën e përdorur në rrjetet sociale. Unë njoh shumë familjarë të cilët në përgjithësi, në përgjithë Kosovën, për shkak të partive politike, ndasive që janë në partitë politike, kanë shkaktuar probleme të lashe edhe ndërmjet vete, dhe si duhet me pak fjalë që të mos ekspozohemi ndaj fenomeneve të tilla dhe të ruhemi. Në pyetjen të cilën e formuloi Blendi, identifikova dhe përgjigjen, por thjesht do ta rikonstruktoj akoma më shumë, të falenderoj shumë për pyetjen. Juve thas si duhet ta ruajmë shëndetin mendor, pra kolektiv shoqërisë. Është shumë e thjeshtë. Kur dëgjoni politikan teksa flasin e hedhin premtime astronomike, mund t'i merrni vetëm gjysmë seriozisht. Nuk e them këtë me ofendim apo me cinizëm, tani po flas realisht, por derisa një politikan premton, edhe pse mund të jesh i anshëm politikisht në një subjekt ose subjektin tjetër, shko në fushatën e tij dhe vërshoje e shigjetoje me pyetje rufe, pyetje racionale dhe kërko përgjigje racionale. Sepse unë kam kuptuar që në këto politikat ditore e fushatës zgjedhore, turma kolektive është empirë emocionalisht. Ti thjesht i idealizojnë liderin, dhe kur idealizohet lideri, atjetër ju e dini që suggestionohet masa dhe i nënshtrohet premtimeve boshe dhe nuk bën pyetje. Neve na mungojnë pyetjet racionale. Kur një qytetar premton
paga të majme, kur një qytetar dëgjon se merr premtime të majme nga qeveria ose nga kushdo qoftë nga një subjekt politik, përdore trurin, vë në funksion racionalitetin dhe ndërton një listë pyetjesh në raport me interesat e tia të shëndosha sociale, politike e shoqërore. Por ne nuk bëjmë pyetje, ne çfarë bëjmë? Dua trokasim Blendi. Bravo, ashtu, ke të drejtë. Dhe pse ndodh kjo, Roni? Pse jemi kaq të lidhur me sepse fakt këtë shqetësim e kemi ngritur shpeshherë edhe në diskutimet që kemi këtu në studio, edhe në bisedat tona të përditshme që kemi me familjar, me njerëz të afërm. Pse njerëzit janë të prirur më shumë që të lidhen emocionalisht me liderin e partisë, pra të mos shohim për programet, për atë se çfarë ka bërë në kaluarën, pra pse ekziston ende dhe pas kaq shumë vitesh kjo ndjesi. E kam fjalën pas kaq shumë zgjedhjeve të cilat ne i mbajmë, kryesisht jemi të fokusuar tek lideri për shkak të lidhjes emocionale që krijojmë me një figurë dhe jo në bazë të punës ose sa më të lehtë e kanë bërë të njëjtit lider jetën tonë. Në qoftë se një shumicë dërmuese e qytetarëve jetojnë duke u sfiduar ose me thënë saktë sfidohen me mbijetesën. Kanë probleme ekonomike sa kaq kur bëhet java 2 e muajit. Sfidohen me këstet kreditore, ngulfaten me këstet kreditore. Nuk gjejnë dot lirinë e tyre ekzistenciale ta shijojnë jetën, por thjesht kanë një synim në kohë. Të mbjetojnë, atëherë sigurisht ju duhet një shpresë për ta rregulluar jetën, për ta luftuar këtë pasiguri emocionale, këtë ankth ekzistencial. Patjetër identifikohen me lider politik apo idealizojnë liderët politik, sepse i shohin si shpresë vetme, si regulator të jetës së tyre. Por ne harrojmë që në njerëzore kemi një sistem vetë regulues, jo vetëm në funksionet tona autonome vegetative, por edhe kognitive e mendore. Sa do që përballemi me ankth ekzistenciale, jetët tona nuk shkojnë huq. Thjesht duhet të përpiqemi të jetojmë me një sër zgjidhjesh, dhe jo vetëm një zgjidhje të vetme. Politika, politikani dhe qeveria. A ma thoni mua një gjë, në Suedi, ose në Zvicër, ose në shtetet tjera përparimtare, qytetarët janë në dieni se kush është kryeministri i vendit, apo kush janë subjektet politike? Çfarë jetë bëjnë ata? Është shumë e thjeshtë kjo Blendi, dhe ju e dini shumë mirë sepse jeni gazetar lumtues. Ne jemi pjesë e një politike të ashpër që po na lodh emocionalisht. Imagjinoni, po e them sërish, në qoftë se edhe njerë do të kemi zgjedhje. Qartë. Roni, faleminderit shumë që në këto pak minuta sa patëm në dispozicion u munduam që të zbërthejmë mbi atë dhe po shpresoj shumë që edhe qytetarët gjithë ata të cilët na ndjekin në programin tonë të mesditës sa të pak të marrin informacion dhe ndoshta një këshill lidhur me atë se si ta mbrojmë shëndetin mendor dhe të mos bijem prej provokimeve në rrjetet sociale edhe në fund ditës që mos presim shumë, mos zhgënjehemi më pas, apo jo? Ndoshta mendoj që e vetmja periudhë ku njeriu duhet jetë vetëm spektator e jo aktor ose i përfshirë në këto dimensione të vështira, dinamike e komplekse të politike, është pra të jetë vëzhgues, të dëgjojë të shikoj, por në këto periudha fushatash, le ta shih jetën në shumë perspektiva tjera, sepse nuk është politika jeta dhe nuk është jeta politik. Jeta është krejtësisht psikologji dhe sa herë që ne ngarkohemi dhe akumulojmë stres të vazhdueshëm, harroni ju që ky stres shfaqet me njëherë, por prodhon pasoja më vonë. Ashtu siç ka ndodhur me tranzicionet sociopolitike që nga pas lufta dhe me trauma që i kemi absorbuar nga ajo luftë e ashpër me agresorin sërb. Kështu që le ta ruajmë qetësinë, le të kalojnë edhe këto zgjedhje dhe t'i përvishim mendet e t'i gjejmë zgjidhje vetës brenda kornizave institucionale, kuptohet, por duke
ndjekur qëllime dhe objektive tona, dhe jo vetëm duke mbjetuar, sepse ne jemi qenë njerëzore dhe duhet ta shijojmë jetën. Shpresojmë shumë. Faleminderit edhe një herë Roni për gjitha sqarimet e bëra në këtë edicion. Faleminderit shumë kënaqësi. Deri me të mia ju përgëzoj për punën e palodhshme që bëni. Faleminderit shumë Ron.